Ambienti të ri të bibliotekës i janë gëzuar nxënësit e shkollës fillore të fshatit Llukar të Prishtinës. Këta janë nxënësit nga klasa e parë tek e nënta, të cilët çdo ditë i drejtohen bibliotekës Hifzi Sulejmani Dega në Llukar. Në mesin e këtyre nxënësve të shkollës Ganimeti Tërbeshi është Aniku, i zgjedhur si lexues i vitit. Kam 10 vjeç dhe shkoj në shkollën Ganimeti Tërbeshi. Unë mësoj shumë dhe lexoj shumë. Leximi të bën jo vetëm të jap ditori, por në të ardhmen të rregullon fjalorin dhe të ndihmon që të folësh më pastër. Mua më pëlqejnë librat të komedisë, si për shembull është Detari i Grekut, është edhe një Charlie Chaplini që më ka pëlqyer shumë dhe më bën të lexon sepse libri më jep ju ditori. Kur ka fillu viti, unë ja kam fillu të lexoj shumë dhe pastaj jam zgjedhur lexuesi më i mirë sepse kam lexuar më shumë të libra në shkollën tonë. Edhe Diari, Uerta e Inara janë nxënës që dallojnë në moshë, por bashk i bën çdo ditë ambienti i njëjtë, biblioteka. Për plot libra i kanë edhe shtëpitë e tyre, thonë ata. Parafërsisht në muaj lexoj 2 deri në 3 libra, ku ne ato do t'i kthejmë dhe ne, për shembull, çdo kur marrim libra ne ushqejmë trunin tonë me dije dhe pasuri. Këtu te biblioteka unë e vi shumë shpesh, se më pëlqejnë shumë librat dhe kam shumë libra të shtëpia që lexoj pikë kësaj biblioteke. Më pëlqejnë lektyrat që na e mësuesja edhe që ky libri atë ditë kur humba dhe me gjetën. Vi shumë shpesh, 14 ditë i moj librat që i lexoj edhe kam një libër Princesha Fisnike, ajo më pëlqen shumë, kon shumë interesant edhe çdo natë e lexoj. Unë nuk e di sa libra i lexoj, ama lexoj tepër shumë libra. E kam plot dollapin me libra që as nuk më zën. Është dëshira jam, edhe në shkollë edhe në shtëpi është dëshira jam e lexu. Rinovimi i objektit të kësaj biblioteke në Llukar të Prishtinës ka bërë që të arrisë numrin e lexuesve të rregullt, thot bibliotekarja Shpresa Krasniqi. Mbas renovimit këtij objekti, derisa është rregullu komplet, ne kemi qenë një objekt në shkollë, ju keni qenë edhe atëherë vizit që kemi bërë intervistat ndryshme, edhe xhirimet fëmijëve duke shpjeguar lektyrat, po edhe libra tjerë të ndryshëm. Pas renovimit të këtij objekti, siç e shihni, është mjaft i mirë edhe besoj që i plotëson kushtet e çdo lexuesi. Kemi dalë këtu, hapësira është mjaft e madhe, ngrohja, gjithçka, drita e mjaftueshme, edhe fëmijët janë shumë të kënaqur, bibliotekën e vizitojnë shpesh, me kënaqësi, jo përveç lektyrave, se ne jemi bashkëpunim me shkollën, një bashkëpunim me mësueset, me arsimtarën e gjuhës shqipe, që mos t'jenë vetëm lektyra që fëmijët e lexojnë, po t'i afrojmë sa ma shumë afër librit, se çdo fëmijë dhe secili atë që ka përpara, atë edhe do t'a sheh me sy dhe do t'a afrohet sa ma shumë. Sa ma shumë që afrohet nga të librit, besoj që edhe fëmijët do t'a dashurojnë ma shumë librin, sepse ka ngjarje të ndryshme, ka historia të ndryshme në këto libra. Komuna e Prishtinës për dhe biblioteka Hifzi Sulejmani në Dardani qendra që është, na furnizojnë me libra të reja që vinë si të autorëve tanë, po dhe të autorëve të huaj, letërsie huaj botërore, edhe fëmijët i lexojnë me kënaqësi këto libra, i tërhiq. Sa po e shpjegojnë lektyrën, ata derisa t'ia dhajmë në tjetrën, thonë do të marrim libra tjerë. Po këtë hapësirë nxënësit e shfrytëzojnë edhe mbas mësimit vinë disa i bajnë detyrat këto, ma shumë pjesa lartë. Kjo shkolla fillore Ganimeti Tërbeshi, është me sistemin tërditor. Zakonisht fëmijët që janë në sistemin tërditor
Përveç nxënësve të Ganimetit Tërbeshit, Krasniqi thot se kësaj biblioteke i drejtohen edhe ish nxënësit e shkollës e edhe të rriturit. Fillim objekti këtu ka qenë shumë i dëmtuar, për ata dhe është bërë renovimi, ka qenë numri ma i pak i lexuesve që kanë ardhur. Lektyrat kanë marrë, po jo ata me ardhur këto. Dal nga dal kur kam ardhur, kam shku bisedu me mësuesit, i kuma afru fëmijët, kanë ardhur me dashuri gjithë se fëmin nëse e pret mirë edhe ai do të vjen me dëshirën e vet këtu, jo vetëm me imponim. Kanë ardhur mirë, po teknologjia është pak që ka rënë mësimi, po megjithatë me angazhimin e mësuesve, arsimtarës gjuhës shqipe, edhe unë jemi të bë maksimumin për pak mi largu nga teknologjia. Kur i afron libra titujt ndryshëm, tituj 3, ajo do të tërheqë dhe e marrin. Zakonisht, kur një e merr, shkon i tregon tjetri që ky libër është shumë i mirë, edhe ai tjetri ma jepat librin e atij shokut që ka pas. Biblioteka Hivzi Sulejmani, dega në Llukar, furnizohet vazhdimisht nga dega kryesore në Dardani me libra të gjitha zhanreve e për të gjitha grup moshat.